Lasma, më heqin kuriozitet. Do më thënë ti deri në 96 pas ka qenë në Saranë. Në kohën që gjithë... 86. 86. Okej. Falë që ose unë thash në 86, për 86. Okej, ndoshta e dëgjova unë gabim. Do më thënë deri në 86, pastaj erdhe në Tiranë. Edhe në Tiranë. Më ka bërë përshtypje, në 90-ën, gjithë edhe shqiptarë, o burra, po iknin jashtë, po, ndërsa juve, grek, me gjuhën greke të ditur, me letra, me dokumenta, si thot, nuk morët për te poshtë, por ndëjtët... Atëre, më duhet të fust një pjesë i jetës time ato 2 vjetë e gjysmë që bëra në fshatrat e Konispolit, fshatrat e Çamet të Konispolit, në Çamëri, pjesën e Çamërisë. Stetoskopi im si mjek, stetoskopi i parë, si mjek i pavarur, sepse kur jenë në spitalin e Saranës, ke tutor që tham ato mjekët që të mbulojnë, dhe për breno i ka ka qenë një spital shumë i mirë. Ka qenë një spital shumë i mirë. Por, në 10 shkurt e vitit 1983, unë shkova në Markat. Dhe fillova si të ushtroj funksionin e mjekut përgjithshëm. Dhe unë aty, për herë të parë, ushtrova zanatin e profesionit, atë më fali zanatin e mjekut, po t'i thujemi zanat, sepse në fundit ka pjesë edhe të mjeshtrisë aty brenda, se mjeshtri është zanatës, por pas dashurinë atyre njerëzve, atë afinitetin që unë kisha me ta, veja dhe u shërbeja njerëzve pa bërë dallime klasore. Kjo ishte cilësia ime për të cilën mund të quhe paksa e guximshme në atë kohë që të veje në çdo shtëpi, pavarësisht që ishte i deklasuar, ishte me biografi të keqe, apo ishte me biografi të mirë. Asi mjeku ishte mjek për ata dhe unë i shërbeva atyre si mjek. Dhe kjo është ajo që për të cilën vite më mbrapa, duke mbajtur ato lidhje me ato njerëzit, vjen në momenti sot që unë do të shkoj, do rikthehem tek ata njerëz për të thënë do ta themi ato. Do ta themi në fund, të shohim mirë karrierën që ke bërë. Kështu që mbasi erdha në Tiranë, u emërova në... Do me thënë, sa vjetë mbite në Saranë ti? 3 vjetë. Për shërbim? 3 vjetë në Saranë. 3 vjetë e gjysmë. Dhe në 86 erdha në klinikën e neurokirurgjisë si anestezist reanimator. Ishte një shërbim i ri që po kryej në atë kohë dhe duhet që në anestezi reanimacion të bëj një strukturë e tillë që të futej një shërbim i cili karakterizohej nga njerëz që jo vetëm devotshmëri, por të kishin dhe njohuri dhe të ngriheshin strukturat e reja të anestezisë reanimacionit, tashmë duke kapërcyer konceptin e anestezistit që jep vetëm narkozën, vë pacientin në gjumë dhe ka gjithë detyrën e tij. Dhe kjo ishte nën frymën e këtyre mjekëve që krijuan anestezi reanimacionin në kardiokirurgji me frymëzimin e madh të profesor Petrit Gaçës. Ishte ai që futi shërbimin e anestezi reanimacionit në modelin francez. Pra, anestezisti duhet të ketë dhe reanimacionin postoperator për gjitha rastet të cilat kërkojnë një trajtim intensiv, një trajtim special. Dhe trajtimi intensiv me trajtim special kuptohet që duhet ta bëjë një mjek që i ka përcjell njohuritë e një mjeku të rutinës. Dhe kështu krijua shërbimi anestezi reanimacionit për kardiokirurgjinë dhe në vazhdim unë isha në neurokirurgji, e cila bashkë me kardiokirurgjinë dhe neurokirurgjia hin në kirurgjitë e klasit të parë, është kategoria e parë, pastaj vinë në gjithë kirurgjitë e tjera, kështu që bëhet diferenca për për më tepër që neve mbanim dhe gjithë traumën kraniocerebrale, traumën e kokës për gjithë Republikën. Ne kudo që kishte nevojë ose shkonim ose na i binin dhe e trajtonin. Pra ajo ishte një qendër dhe shkencore, dhe një qendër kërkimore, dhe një qendër për të cilën neve aty hapnim dhe shpalosim gjithë njohuritë tona të thella në lidhje me reanimimin e një politraume ose një traume kraniocerebrale ose një gjendje komatoze, në të cilën ndarja e jetës nga vdekja ishte fije të perit. Domethënë mund ta ndanin 2 ose 3 ditë, smurën erdhi i gjallë, duhet ta reanimoje, se për 2-3 ditë do ta humbisje. Pra, ne jetonim brenda një drame të vërtet, edhe si mjek, po edhe bashkë me familjarët, ndanim atë dramacitetin e situatës dhe në atë kohë shumica e traumave të kraniocerebrale ishin të rinj, sepse ata qenë edhe më të lëvizshëm, ata qenë që edhe ishin se kështu ishte natyra e punës, dhe për më tepër mbas 90-91 që filloi dhe u fut në Shqipëri i motori, i makinë, imagjinoni, gjendja e makinave dhe të rrugëve në atë kohë ishte që
kapaciteti i neurokirurgjisë doli jashtë limiteve të veta. Nuk i nxente më këta njerëz dhe ne detyruam të shpërndajnë nëpër pavione, por sidoqoftë, ngelet që anestezia dhe reanimacioni, një nga degët e mjekësisë shumë të imta dhe shumë specifike me njohuri shumë të thella. Kështu që unë punova deri në vitin punova në neurokirurgji pra si anestezist reanimator. Në vitin 1991 kur u hap Shqipëria, unë rastësisht u ndodha në Greqi në maj të 1991 për arsye turizmi. Dhe pash një pjesë e mjekëve, kolegëve të mi që ishin në Shqipëri dhe kishin vajtë në Greqi, ipnin provimet e para për të njësuar diplomën e Fakultetit Mjekësisë të Shqipërisë me Fakultetin Mjekësisë të Greqisë. E bëra ti këtë? Mua më zuri zilia se thash, pash dhe ca pyetje që ishin paksa më të lehta, ndoshta ishte edhe një farë lehtësie që u bë këtyre të parëve që dhanë provimin, dhe isha gati të futesha brenda të thosha po ta jap edhe unë se unë ndërkohë kisha thënë, meqenëse isha pranë fakultetit, kisha dhënë provimet pas universitare, gjitha këto me kimi, biokimi, farmakologji, fiziologji, anestezi, reanimacion. Kisha të fresta. 6-7 vjet kisha mbaruar. Në vazhdim të atyre të notës mesatare nga viti parë fillore që u tha te fakulteti isha 10 dhe gjitha provimet post-universitare bashkë me të anestezi reanimacionit isha 10. Dhe kam dëgjuar rrasa që fakulteti jonë i mjekësisë ka qenë i mirë. Absolut, sepse ishte kishte si model sistemin rus, sistemin sovjetik, me të cilët ishte leximi kryesori dhe pastaj praktika ishte sekondare. Ndoshta në disa vende që thonë në Angli është më praktikë fakulteti sepse ka prakticitetin dhe pastaj teori. Por ne ishim i takonin shkollës lindjes. Por dhe Italia, që unë kam përvojën e Timbiri që mbaroi fakultetin e mjekësisë La Sapienza në Rom, dhe ato janë shkolla skolastike të teorisë në fillim dhe pastaj të praktikës. Ndoshta prandaj ka edhe shumë shqiptar që janë integruar në sistemin shëndetësor italian. Po mirë, nuk të ngacmoj ty të jep një problem zotëria. Jo, po pra, vajte të futesh ata më thonë, zotëri, këtu s'është kush hyn del kush do të vesh, ka një komision, ka një institucion për të cilën depoziton disa dokumenta të caktuara dhe ato e gjykojnë nëse ti i plotëson kriteret për të dhënë provimin. Dhe me këtë vrullin dhe me entuziazmin tim që unë e marrë këtë provim, depozitova në një institucion që dhikaca, gjitha dokumentat e nevojshme, u aprovua në prill të 1991 që po, këtë drejt japësh provimin. Dhe unë në javën e parë të tetorit të vitit 1991, dhash provimin për të njësuar diplomën e Fakultetit të Mjekësisë të Tiranës me Fakultetin e Mjekësisë të Athinës. E veçanta. U futa për ta dhënë në gjuhën greke. Gjuha shkencore, mjekësore, për fat keq, nuk më ndihmonte dhe ishte edhe me shkrim. Nuk ishte me multiple choice, si zgjedh plus minus, po ishte me shtjellim. Dhe i them pedagogët që na mbikëqyrte, të lutem, më ndihmo të përkthej disa nga këto termat këtu që unë nuk i kuptoj. Rastësi për fatin tim që ishte një njeri shumë e bosnjës, dhe mi përktheu dhe me një laps shkrojta gjithë përkthimet e gjuhës. Dhe i thash, po ta shkruaj në greqisht nuk do arri. Ta bëj në anglisht? Bëjem, thamë, s'ka problem. Dhe unë bëra anglisht, ca italisht, ca frëngjisht, ca rusisht, ca shqip, ca greqisht, bëra një mishmash provimi në përgjigjet me shkrim. Kur u bë vlerësimi dhe u kthye përgjigje që na mblodhën të gjithë, më thanë, për gjuhën nuk e kalon ti, po për mjekësinë je absolut. Dhe unë mora maksimumin e pikëve, kështu që mua më njoh diploma. Pra, unë tetor 1991 dhe njësova diplomën. Por nuk vazhdova nuk fillova punë. Unë mutëria në mënyrë absolute me një herë, sepse nga momenti që ke marrë një diplomë shqetësuar, mund të fillosh të punosh. Erdha në Tiranë, se një javë dhe janë në Greqi, ajsa për të mbrojtur diplomën, dhe vazhdova punën në neurokirurgji deri në korik të vitit 1992. Në vitin 1992, kur filloi Tirana me ato problemet e veta që neve s'kishim ujë, s'kishim drita, kisha marrë një shtëpi bashkë me pedagogët, aty ku ishte tek Xhaku, te rrugë Elbasanit, te shkolla Mjal Grameno, aty afër, dhe neve njësim shkallët me gjyma të mbushur me ujë për të larë vete, fëmijët e gjitha këto. Dhe rryma elektrike njëherë vite një rikë, shtroj një kabull këtu, shtroj një aty. Pra, në një farë mënyre,
situata u bë shumë dramatike. Në këtë situatë, i them gruas time që meqense unë kam një diplom të Komunitetit Evropian dhe në një shtet që origjina ime është greke dhe unë kam mundësi dokumentat e mia t'i plotësoj shumë shpejt se kushdo tjetër duke pas edhe diplomën, vendosa me gjithë gruan time dhe me 2 fëmijë të shkonin në Greqi dhe vajta në Athinë. Dhe zgjodha për të bërë vazhdimsinë të bëj anestezinë e animacionit, vazhdimsinë e anestezinë e animacionit në spitalin Kat, që është spitali kirurgjikal më i madh që ka Athina, por në ortopedi është spitali ortopedik më i madh që ka gjithë Greqia. Është, si më thënë, Biblia e ortopedisë është aty. Kishte edhe neurokirurgji, kishte edhe politraumën dhe kishte gjitha këto që mua më mbushin atë botën time shpirtërore dhe mjekësore me raste që shikoj edhe ambicien time. Dhe aty u fillova punë. Dhe duke qenë shumë i përkushtuar ose paksa i profilizuar për traumën e politraumën apo traumën neurokirurgjikale, pash gjithë këto që vinin paraqiteshin i nështroj si një ekzaminimi digital me skaner. Aty lindi brenda vetes time. Ndërkohë besoj skanerin atë kohë ishte një aparatur revolucionare. Revolucionare, ishte në hapat e para që ishte futur në Greqi dhe në për Europë, edhe ishte ajo që bëri skanerin, bëri revolucionin e kthimit të radiologjisë konvencionale në radiologjinë digjitale. Pra, nuk ishte gjë tjetër një skanim tomografik ose një grafi digjitale e pjesëve të trupit në mënyrë analoge se ku doja ta fokusoje. Sa ndite në Greqi, do thënë? Pra, në 1992 në Korrik shkova në Greqi dhe në Korrik në prill të një vitit 1995 u ktheva në Tiranë. I njetron? I njetër në 95, që fluksi ishte për të ikur. Po pra, prandaj ta thashë në fillim të u ktheva. Synonin të poshtë, synonin të lartë. Dhe pse u riktheva? Duke më lindur idea për të instaluar një skaner në Shqipëri, duket paksa idealiste, duket paksa e çuditshme se si ka mundësi të kthesh dhe të bësh çfarë? Të instalosh një skaner? Pa lek, pa gjë, pa përvojë, pa ditur si, për brenda njeriu ka një zë të brendshëm gjithmonë që të thotë bëj atë që di ta bësh mirë ose atë që të pëlqen ta bësh në jetë. Dhe këtu ndoshta fillon edhe suksesi ose çelësi që njeriu t'i hapen disa ëndra, disa mundësira në jetë që hapasapit të realizoj dhe kjo të bëhet si forme piramidës, si e fillon me pak dhe shpërten, pastaj dhe vazhdon. Do të keni futur skanerin e parë në Shqipëri? Pra, unë në skanerin e parë në Shqipëri, si në sektori privat, si në sektori publik, nuk ka pas, ishte 0, e kam futur unë. Dhe kjo është merita ime personale. Para të madhe pas ke pasur?